Gratë mbas lindjes, ku e kemi një kujdes më të veçantë, ku ato dojnë më tepër motiv. Kemi kliente që deri në moshën 90 vjeçare që merren me aktivitet sportiv. Fitnessi nuk ka vetëm për dukjen e trupit, po edhe forcët. Unë çdo klientëve i flas që asnjëherë mos ta lajnë anash ushqimin ose të mbajnë dieta strikte, sepse ti duhet të ushqehesh mirë. Jam Blerta, themeluese e fitnessit Women's Gym nga viti 2019. Motivi gjithmonë ka qenë tek vetja ime, që merr gjithmonë me aktivitete sportive, edhe kjo ka qenë që të jem një shembull edhe tek gratë e tjera. Varësisht prej moshës 12 vjeçare, kemi kliente që deri në moshën 90 vjeçare që merren me aktivitet sportiv. Organizimet i kemi në grupe, bëjmë crossfit, po edhe individuale përpos aktiviteteve të fitnessit. Gratë mbas lindjes, ku e kemi një kujdes më të veçantë, ku ato dojnë më tepër motiv, edhe duhen të ndjehen pak më të sigurta. Tek tema shumë është komunikimi, siguria, edhe ai pozitiviteti që e marrin edhe lidhen me njëra tjetrën. Gjithçka do jetë pozitive. Po, ka kërkesa të shumta, po unë i them grave çdo herë që duaje veten tënde edhe në lëvizjen e trupit tënd që e ke. Ma shumë kemi ato që duan pak më vetëm të merren me aktivitet fizik, s'ka lidhje si është pamja. Fitnessi nuk ka vetëm për dukjen e trupit, po edhe forcët, besimin, motive që ti çdo herë ndihesh me veten tënde mirë, jo vetëm në pamje. Unë çdo herë klientëve i flas që asnjëherë mos ta lajnë anash ushqimin ose të mbajnë dieta strikte, sepse ti duhet të ushqehesh mirë për me pas forcë, kondicion edhe në ushtrime. Kështu që punimi të ne është që nuk i futi klientët në regjim. S'pari du mi vedisu ato që të vinë me shumë dëshirë fitness, të ndihen mirë, të marrin forcën, pastaj menaxhimi i ushqimet, edhe pse ushqimi lun shumë rol. Jo, nuk është pa tjetër, sepse mund t'i marrim edhe përmes ushqimeve, po kemi kërkesa që përdorin edhe proteinat. Pjesa më e frekuentume është mëngjesi i hershëm edhe mbasditja. Po neve punojnë edhe para dite, kemi orët, çdo orë që punojmë me grupe edhe mbasdite. Kemi kërkesa edhe individuale, po më shumë kemi kërkesa në grupe, sepse japin më shumë siguri, besim, forcë, kur ato komunikojnë edhe në mes vete. Unë ju them gjitha grave që mos e shtyni vetën e juve, mos e shtypni në atë kuptimin që ato të ndihen çdo herë të sigurta, të ndihen mirë, të ndihen bukur, pavarësisht linjave trupit që i kanë. Unë e këtë pjesë punoj me shumë kënaqësie me gratë, sidomos mbas lindjes, që tash kanë lëvizje në trup, ma ato punoj ma tepër edhe kënaqem kur i shoh që jam motiv të fitness, më thonë që Blerta ti, përpos fitnessit Women's Gym, ti je motivi jonë. Unë me shumë kënaqësie bëj edhe këtë punë, kur e shoh që çdo ditë ato fillojnë me pas më shumë besim të vetja vetë, shoh që fillojnë me dashur më shumë veten e vet, që të merren më shumë aktivitet sportiv, mos ta shtypin këtë pjesë, edhe le ta dojnë veten e vet varësisht ndryshimit në linjat e trupit.